Hëngri djathët çdo mëngjes, mjekët u habitën nga ajo që i ndodhi. Kur bëhet fjala për djathin, njerëzit shpesh thonë se e pëlqejnë aq shumë sa nuk mund të rrinë dot pa e konsumuar në çdo vakt. Megjithatë, disa shqetësohen se mund të shkaktojë edhe probleme të zemrës ose shtimin e padëshiruar në peshë. Por në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i djathit në mëngjes. Djathi, edhe në të kaluarën ka qenë pjesë e produkteve më të mira ushqyese për të konsumuar vazhdimisht në dietat e rregullta shëndetësore. Por a e kishin menduar ndonjëherë kur është koha më e mirë për të konsumuar djathin dhe çfarë ndodh shëndetit tuaj nëse e konsumoni atë çdo mëngjes? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Duke qenë se është një produkt i cili konsumohet gjerë, nuk është menduar ndonjëherë vakti kryesor për ta konsumuar atë. Sipas të dhënave të mbledhura nga Healthline, konsumi i djathit në mëngjes është vakti më i përshtatshëm për t'i ofruar të gjitha vlerat që ai mbart dhe gjithashtu për t'u tretur si duhet nga organizmi juaj. Djathi i bardhë është një nga zgjidhjet më të mira që mund të bëni për shëndetin. Konsumi i djathit në mëngjes është shumë i lehtë për t'u tretur nga organizmi juaj. Sipas të dhënave të Healthline, djathi i bardhë është produkti i bulmetit i cili organizmi juaj e tret më lehtë. Falë strukturës së tij, enzimat arrin të shpërbëhen më shpejt dhe në të njëjtën kohë do të lehtësojnë edhe përthithjen e mineraleve që djathi i përmban me shumicë. Gjithashtu, një vlerë e shtuar është edhe vetitë e tij antiinflamatore. Ai ndihmon në tretjen e të gjithë personave që janë intolerant ndaj produkteve të bulmetit. Gjithashtu, djathi i bardhë ka përqindjen më të ulët të yndyrës. Djathi i bardhë ka 21% yndyrë për çdo 100 gram, duke e quar këtë produkt në shkallën më të lartë të klasifikimeve ushqimore mirëbërëse për organizmin. Nëse ky djath konsumohet në mëngjes nga personat që kanë probleme me kolesterolin, ai ndihmon gjithashtu në ruajtjen e ekuilibrave të shëndetit në përthithjen e yndyrës gjatë gjithë ditës. Djathi i bardhë gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë e proteinës cilësore. Përveç sasive të konsiderueshme të kalciumit, djathi i bardhë përmban gjithashtu edhe nivele mjaft të mira të proteinës. Të gjithë ekspertët dhe mjekët këshillojnë në këdo që mëngjesin ta pasurojnë me sasinë e duhur të proteinës. Nga njëra anë, ato do t'i japin organizmit ton më shumë energji gjatë ditës dhe nga ana tjetër janë jetësore gjithashtu edhe në ndërtimin e muskujve dhe organizmit më të fortë. Djathi i bardhë është i pasur plot me vitamina të rëndësishme në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Djathi i bardhë është i pasur me vitamina siç është vitamina B, vitamina A dhe fosfori. Vitamina B ka funksione thelbësore për metabolizmin dhe formimin e qelizave të reja. Ndërkohë, vitamina A, falë antioksidantëve që përmban, lufton të gjitha radikalet e lira. Fosfori i fundi në rrallë, por jo nga rëndësia, është një mineral që gjendet në secilën qelizë të organizmit tonë. Ai ndihmon stomakun të ruajë edhe ekuilibrat e aciditetit. Në bashkëveprim me kalciumin, ai rigjeneron dhe ndërton kockat dhe rrit edhe jetëgjatësinë e organizmit. Këto vitamina dhe minerale, nëse konsumohen në mëngjes, arrin të ruhen në organizëm kur kryejnë funksionet e tyre përgjatë gjithë ditës. Djathi gjithashtu është një probiotik i duhur për organizmin. Djathi i bardhë është produkti ideal për shëndetin e aparatit tretës. Ai përmban një numër të lartë të probiotikëve që ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve të stomakut, por jo vetëm. Djathi ndihmon edhe në shëndetin e kockave. Duke qenë se djathi i bardhë prodhohet nga qumshti i lopës, deles ose dhisë, është një burim i mirë i kalciumit dhe i kaliumit. Nëse ai konsumohet në mëngjes, trupi përfiton nivelet e duhura të këtyre mineraleve. Dhe mos nguroni ta keni pjesë të recetave tuaja shëndetësore. Ka shumë mundësi që kur bëni zgjedhjen e djathit, të bëni atë që ju duhet më shumë. Djathi është një burim shumë i mirë i lëndëve ushqyese. Ai është një burim shumë i mirë i kalciumit, yndyrnave dhe proteinave cilësore. Gjithashtu djathi përmban sasi të lartë të vitaminës A dhe vitaminës B12, së bashku këtu me fosforin, zinkun dhe riboflavinën. Mund të mbrojë gjithashtu shëndetin e dhëmbëve nga kavitetet. Sipas disa studimeve, ku citohet, djathi dhe produktet e qumshtit në përgjithësi mundet të
mbrojnë shëndetin tuaj të dhëmbëve dhe gjithashtu të parandalojnë krijimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, nëse doni që djathi të konsumohet vazhdimisht në dietën tuaj, cilësojeni atë si një nga produktet më të mira ushqyese për të konsumuar. Djathi gjithashtu është një produkt i shumë i rëndësishëm me yndyrna të elementeve ushqyes. Gjithashtu djathi është i mirë për shëndetjen e zemrës. Sipas ullumtimeve, produktet e fermentuara të tilla si qumshti, kosi dhe djathi kanë efekte pozitive në shëndetin tuaj kardiovaskular. Ato do të sigurojnë lëndë ushqyese me veti të mira antiinflamatore, çka do të nxisin organizmin të jetë më i fortë dhe të mbajë larg komplikacionet. Në këtë rast, konsumi i djathit në dietën tuaj do të jetë mundësia më e çmuar ushqyese edhe në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Djathi mund të ketë efekte të padëshiruara nëse është i kontaminuar ose nëse keni probleme të caktuara shëndetësore. Ndaj, në raste të tjera mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë nëse e konsumoni atë si duhet. Një djath që adhurohet shpesh është edhe djathi i bardhë, i cili mund të konsumohet në forma të ndryshme dhe të përfshihet vazhdimisht në dietën tuaj. Gjithashtu, ndikimi që do të ofrojë në shëndetin tuaj do ta kthejnë atë në një prej produkteve më të rëndësishme për të konsumuar. Djathi i bardhë ka 21 gram yndyrë për çdo 100 gram, duke çuar këtë produkt në shkallën më mirëbërëse të produkteve shëndetësore, ndaj edhe ekspertët e cilësojnë atë si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët këshillojnë që të mos konsumoni më shumë se 40 gram djathë çdo ditë. Kështu ndikimi i tij do të jetë më i dobishëm për organizmin dhe për të mirat shëndetësore që do t'i ofrojnë trupit dhe shëndetit tuaj. Djathi mund të ketë shumë yndyrë dhe kalori, por nëse konsumohet në masë dhe në rastin e duhur, ai mund të kthejë shumë përfitime në dobi të shëndetit tuaj. Djathi përmban gjithashtu edhe vitamina të grupit B12. B12-a, përndryshe, është shumë e vështirë që të çlirohet nga lodhja dhe dobësia. Djathi mund të cilësohet gjithashtu edhe si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese në dobi të shëndetit, ndaj edhe ekspertët e cilësojnë djathin, sidomos atë të bardhë si një zgjidhje mjaft të mirë produktive në betejën kundër këtyre komplikacioneve, citon Healthline. Djathi është mjaft i dobishëm për shëndetin tuaj të zemrës. Sipas studimeve të vitit 2016 të publikuar në Gazetën e Shëndetit Amerikan të Zemrës, konsumi i përditshëm i djathit lidhet me një rrezik afërsisht 3% më të ulët të goditjes në trup. Për më tepër, sipas ullumtimeve, konsumi i djathit në mënyrë të rregullt dhe me moderim shoqërohet me një rrezik më të ulët të sëmundjeve kardiovaskulare, rrjedhimisht me jetëgjatësinë, pasi rezultatet e studimeve në mbar botën tregojnë se konsumi i produkteve të qumshtit është i lidhur me një rrezik më të ulët të humbjes së jetës. Djathi gjithashtu është një produkt fantastik për të përmirësuar sistemin tuaj tretës dhe për të mbajtur larg gjithashtu edhe komplikacionet që i kanosin atij. Bakteret e mira që gjenden me shumicë të djathit do të luajnë një rol pozitiv në sistemin tuaj tretës në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ngrënia e djathit rregullisht do të rregullojë mikroflorën dhe përqendrimin e bakterieve të mira në zor, të cilat nga ana tjetër mund të përmirësojnë tretjen dhe metabolizmin. Djathi është i pasur me kalcium. Fetat përmbajnë afërsisht 280 deri në 450 mg kalcium për 100 gram të konsumit të djathit. Siç dihet, një sasi e mjaftueshme e kalciumit do të rrisë ndjeshëm masën koccore dhe kontribon në osteoporozë. Për më tepër, kërkime shkencore vënë në duke se kalciumi mund të parandalojë shtimin në peshë, pasi nxit djegjen dhe parandalimin e akumulimit të yndyrnave. Djathi është një burim shumë i mirë i proteinave. Proteinat kontribuojnë në rregullimin dhe aktivitetet metabolike, në ndërtimin e masës muskulare në trup, në djegjen e yndyrës, në përmirësimin e humorit, por edhe në shëndetin e plakëve, pasi studimet tregojnë se ato nxisin në rritjen e indeve të reja. Ndaj konsumi i djathit me maturi dhe brenda normës lejuar mund të kthehet në një produkt fantastik edhe për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.